Keni dëgjuar ndonjëherë për farën mbretërore? Është kjo fara, është nga vendet arabe si origjinë. Është fantastike për pastrimin komplet të trupit. Pastrimin që mund të bëj të helmeve, të çdo lloj papastërtie, siç mund ta bëj fara mbretërore, nuk e bën asnjë lloj bime tjetër. Preferohet vetëm një kokër në javë. Mund të shkaktoj diare, sepse bëhet pastrimi në mënyrë të jashtëzakonshme. Unë e kam pas përdor vetë para 7 vjetësh. Është kundër sekrecioneve në fyt, është për pastrimin total të zorëve, për pastrimin e parazitëve, pastrimin e stomakut, pastrimin e zorës së trashë sidomos. Është kundër hemoroideve, duke bërë pastrimin total, nuk lë mundësi për shkaktim hemoroidesh. Bëhet vetëm një herë në javë, jo më shumë se sa një herë në javë, dhe mund të bëhet maksimumi 2 ose 3 javë, pra 2 ose 3 kokra. Është mirë që një herë në 6 muaj secili ta bëj pastrimin total të trupit. Paketimi që kemi ne është në këtë format, ka 10 copë, është mëse mjaftueshëm për një vit të tërë, është super e lirë, super ekonomike, nuk keni pse bëni procedura të tjera për detoksin e trupit, është fara mbretërore shumë e mirë, e shkëlqyer.